Të nderuar shikues, përshëndetje. 19 maj shënon ditën edhe zyrtarisht kur filloi lufta për pavarësinë e Turqisë në vitin 1919 dhe pas 4 viteve, më 29 tetor 1923, Mustafa Kemal Atatürku shpalli fundin e perandorisë osmane dhe themelimin e shtetit modern turk. 103 vjetori i Republikës e gjen Turqinë në një pozitë jashtëzakonisht fuqishme në skenën ndërkombëtare, duke kombinuar pozitën e saj gjeografike, forcën ushtarake dhe ndikimin kulturor. Turqia sot është jo vetëm një faktor rajonal, por një pjesë e pandashme e çdo ekuacioni diplomatik që prek sigurinë euroasiatike dhe më gjerë. Në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe me një elitë politike dhe diplomatike të konsoliduar, Turqia ka ndërtuar një doktrinë të bazuar mbi 3 shtylla themelore: ruajtja e sovranitetit kombëtar, zgjerimi i ndikimit rajonal dhe marrëdhënie të lëvizshme me fuqitë globale në varësi të interesave të momentit. Kjo e vendos Turqinë si një aktor ndërmjetës midis lindjes dhe perëndimit, shpeshherë si një lojtar i paparashikueshëm, por thellësisht racional në ndjekjen e interesave të saj. Turqia, që njohim sot, lindi kushtimisht thënë në fillim të shekullit 21, atëherë kur elita tradicionale e Turqisë humbi pushtetin dhe nuk pati më rastin që të qeverisë me vendin, duke anashkaluar vullnetin real të qytetarëve të saj. Për vetëm 2 dekada, Turqia ka arritur zhvillim të jashtëzakonshëm, veçanërisht në fushën e teknologjisë e sidomos asaj ushtarake. Në një botë gjithnjë më të paqëndrueshme dhe me fuqitë pas luftës së dytë botërore që po humbasin besimin dhe fuqinë gjithnjë më shumë, Turqia paraqitet si një ndër qendrat e inovacionit, duke u shndruar në zë të rëndësishëm në skenën ndërkombëtare. Teknologjia ushtarake turke ka ndikuar drejt për drejt në transformimin e luftës moderne, nga revolucioni i dronëve në Idlib të Sirisë te doktrina Bayraktar, fitoret e shpejta si në Karabak, zgjerimi i dominimit ajror nga Ukraina, po ashtu edhe në Sudan. Tani, Turqia është ngritur si fuqi globale në industrinë e mbrojtjes që po riformëson edhe sigurinë evropiane. Me arritjet e saj industriale gjatë 2 dekadave të fundit dhe sukseset e saj në tregjet globale, industria turke e mbrojtjes po shkruan një histori transformimi që ka të ngjarë të hyjë në historinë ushtarake globale. Shifrat flasin vetë. Ndërsa vëllimi vjetor i eksportit të sektorit ishte vetëm $250 milion në vitin 2000, ai arriti në $10 miliard deri në vitin 2025, një rritje 40 fish. Ky është një hap i pashembullt në botën islame. Sot produktet turke të mbrojtjes nuk janë më vetëm mjete të thjeshta ushtarake në një gamë të gjerë gjeografike, nga anëtarët e NATO-s përmes Afrikës dhe Azisë Qendrore deri në lindjen e largët, por partnerë strategjik të sigurisë, të cilëve shtetet u besojnë të ardhmen e tyre. Ekspozita e mbrojtjes Saha, e mbajtur së fundmi në Stamboll, shërbeu si një vitrinë globale e kësaj rritjeje teknologjike. Eventi, i cili tërhoqi rreth 150.000 vizitorë, rezultoi në një vëllim rekord kontratash prej $26.5 miliard. Fakti që $8 miliard nga kjo shumë shkuan për eksporte të drejtë për drejta, tregon se Turqia tani është bërë një qendër për eksportimin e ekosistemeve të tëra. Vendi nuk prodhon më thjesht komponent individual, zhvillon sisteme, harton software dhe ofron alatëve të saj arkitektura mbrojtëse të gatshme. Për të kuptuar se suksesi i industrisë turke të mbrojtjes nuk është vetëm ekonomik, duhet të merret në konsiderat transformimi ushtarak në fushën e betejës. Operacioni Mburoja e Pranverës në Idlib në vitin 2020 shënoi një pikë kthese në luftën moderne. Për herë të parë, Turqia vendosi mjetet armatosura ajrore pa pilot, të integruara plotësisht me sisteme lufte elektronike si Koral, si një forcë sulmuese kryesore kundër një ushtrie konvencionale. Ky sukses në qiellin mbi Idlib i tregoi botës se edhe njësitë e blinduara rënd dhe sistemet moderne të mbrojtjes ajrore mund të neutralizohen nga dronët brenda pak minutash. Kjo shkatroi dogmën bizotruese se dronët ishin të përshtatshëm vetëm për konflikte asimetrike ose operacione kundër terrorizmit me intensitet të ulët. Ekspertët ushtarak perëndimor më pas futën një koncept të ri në literaturën strategjike, të njohur tani si doktrina Bayraktar. Shembulli më i dukshëm i kësaj doktrine ishte në Karabak, ku një pushtim 30 vjeçar përfundoi vetëm në 44 ditë. Provat për këtë doktrinë në fushën e betejës janë rritur vazhdimisht që atëherë.
Ajo që filloi në Ukrainë me rrëzimin e një helikopteri nga një Bayraktar TB2, arriti kohët e fundit një kulm historik në Sudan. Fakti që një Akëndjë Tiha shkatroi një tjetër mjet ajror pa pilot me një raket Air përfaqëson të parin në historinë ushtarake botërore. Kjo ngjarje sinjalizon se Turqia ka nisur në mënyrë efektive epokën e ndërhyrësve pa pilot dhe ka ndryshuar natyrën e superioritetit ajror. Ky besim në inxhinierin turke ka çuar gjithashtu në ndryshime të thella në hartën globale të eksportit. Fakti që Spanja, si antare e NATO-s, importon avionët trajnues turk Hurjet dhe njëkohësisht shpreh interes për një partneritet në projektin avionëve luftarak Kaan të gjeneratës së 5, nënvizon se Turqia tani është bërë një qendër referimi teknologjik. Vlen veçanërisht të përmendet se rritja teknologjike e Turqisë tani po ndikon drejt për drejt në arkitekturën europiane të sigurisë. Pasi Shobaja fillimisht pezulloi vendosjen e planifikuar të raketave lëndruese Tomahawk në Gjermani, Berlini dhe partnerët e saj në NATO thuhet se po shqyrtojnë modele alternative, duke përfshirë blerjen e mundshme të raketave turke me rreze të gjatë veprimi dhe ato hipersonike. Vetëm fakti që shtetet europiane tani konsiderojnë sistemet turke një opcion të vërtet strategjik, tregon ndryshimin e rëndësishëm në ekuilibrin global të fuqisë në sektorin e mbrojtjes. Në mënyrë të ngjashme, prokurimi i avionit luftarak pa pilot Kızıl Elma nga Indonezia, një nga fuqitë strategjike të Azisë Juglindore, tregon se Turqia nuk është më vetëm një furnizues, por një partner teknologjik që ndihmon në formësimin e strukturës globale të fuqisë. Suksesi i Turqisë nuk kufizohet vetëm në hapësirën e saj ajrore. Industria e saj e mbrojtjes është rritur në pothuajse të gjitha fushat sipas parimit të pavarësisë gjithëpërfshirëse. Sistemet ajrore, avioni luftarak Kaan i gjeneratës së 5, avioni stërvitor Hurjet, helikopteri shumë funksional Gökbey dhe familja mjetëve ajrore pa pilot si TB3, Akëndjë dhe Anka-3, sistemet detare dhe toksore, fregatat Milgem, anija e parë Siha në botë, TCG Anadolu, tanku Altaj dhe platformat e blinduara për një gamë të gjerë zonash operative. Fuqia precize dhe lufta elektronike, sistemet e mbrojtjes ajrore Siper dhe Hisar, raketat Air, Gökdogan dhe Bozdogan, raketat Kruz dhe sistemet e përparuara të luftës elektronike nga Aselsan. Komponentët kritik, projektet e motorëve vendas janë thelbi i mbrojtjes dhe zgjidhjet origjinale të softwareit janë truri i sistemeve. Pika arritur sot shënon fundin një periudhe historike që përfshin afërsisht 300 vjet. Struktura dinamike e perandorisë osmane, e cila ishte ndër fuqitë kryesore ushtarake në botë deri në fund të shekullit 17, mbeti gjithnjë më shumë prapa pas revolucionit industrial dhe hegemonisë teknologjike dhe financiare të Europës. Pas 3 shekujsh në cilët teknologjitë perëndimore admiroheshin dhe importoheshin kryesisht, Turqia tani po kalon në një Turqi që konkuron me shtete perëndimore dhe madje u tregon atyre rrugën në fushat caktuara. Pasoja më e madhe e këtij suksesi është revolucioni shoqëror i vetbesimit. Turqia, e cila prej kohësh vuante nga një mungesë kronike besimi në prodhimin e saj të teknologjisë së lartë, tani ka prodhuar një brez të bindur. Ne mund ta bëjmë. Teknofest, i cili tërheq miliona të rinj çdo vit, ka nxitur një kulturë gjithëpërfshirëse prodhimi, ku të rinjt konkurrojnë në gjithçka, nga garat e raketave deri te projektet e inteligjencës artificiale. Ky festival nuk është vetëm një ngjarje, por një investim në të ardhmen teknologjike dhe pavarësinë e Turqisë. Rruga që filloi në vitin 2004 me direktivën strategjike të presidentit Recep Tayyip Erdogan e ka transformuar Turqinë, të drejtuar nga vizionar si Selçuk Bayraktar, vendosmëria politike e shtetit dhe fryma inovative e inxhinierëve turq në një ndryshues loje. Në një shekull ku bota po shkon drejt një epoke më të mbushur me konflikte, industria e mbrojtjes nuk po krijon vetëm vlerë ekonomike, ajo po jep ndikim politikës së jashtme të Turqisë dhe po u siguron alatët të saj një mburojë teknologjike. Kështu, Turqia jo vetëm që po kthehet në rrënjët e saj historik, por gjithashtu po formëson gjithnjë më shumë arkitekturën globale të sigurisë me stilin e saj dallues. Panorama e vitit 2026 tregon se Turqia nuk po e mbron më vetëm interesat e saj, por po e ndërton të ardhmen.
Në vitet e fundit, Turqia është shfaqur si një lojtar kyç përmes diplomacisë aktive dhe kapaciteteve në rritje të mbrojtjes, duke parë krizat kryesore globale që dominojnë agjendën ndërkombëtare. Bëhet e qartë se shumë prej këtyre konflikteve po zhvillon në afërsinë drejtpërdrejt gjeografike të Turqisë. Pranvera arabe kulmoi me luftën civile në Siri përgjatë kufirit jugor të Turqisë, ndërsa lufta në Irak e kishte destabilizuar tashmë rajonin. Në veri, lufta Rusi-Ukrainë vazhdon, ndërsa në lindje, pushtimi disa dekadësh në Nagorno-Karabakut nga Armenia përfundoi me zgjidhjen e konfliktit mes Azerbejxhanit dhe Armenisë, që nga 7 tetori 2023, situata në lindjen e mesme është përkeqësuar më tej. Gjenocidi izraelit në Gaza dhe lufta amerikano-izraelite ndaj Iranit ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë, ekonominë dhe shqetësimet humanitare të Turqisë. Në disa raste, Turqia ka ndërhyrë ushtarakisht e në raste të tjera përmes diplomacisë. Për herë të pestë, Turqia priti forumin e diplomacisë në Antalya, duke krijuar sërish një platformë qendrore për diplomacinë e krizave globale, nga Gaza dhe Irani deri te Ukraina. Ndërsa aktorët ndërkombëtar ishin gjërësisht të përfaqësuar, Europa perëndimore mbeti dukshëm e rezervuar. Kjo është edhe më e habitshme duke pasur parasysh se Europa është veçanërisht e prekur nga krizat aktuale, nga lufta në Ukrainë dhe përshkallëzimin e lindjen e mesme deri te pasiguria energjetike. Në vend që ta shfrytëzoj këtë skend diplomatike, ajo mbetet e shkëputur, e nxitur nga rezerva ideologjike dhe një nënvlerësim i ndryshimit në marrëdhëniet globale të fuqisë. Si rezultat, roli i Turqisë si një aktor diplomatik i pavarur po del gjithnjë më shumë në pah. Në vitet e fundit, Turqia është shfaqur si një lojtar kyç përmes diplomacisë aktive dhe kapaciteteve në rritje të mbrojtjes. Duke parë krizat kryesore globale që dominojnë agjendën ndërkombëtare, bëhet e qartë se shumë prej këtyre konflikteve po zhvillohen në afërsinë e drejtpërdrejt gjeografike të Turqisë. Pranvera arabe kulmoi me luftën civile në Siri përgjatë kufirit jugor të Turqisë, ndërsa lufta në Irak e kishte destabilizuar tashmë rajonin. Në veri, lufta Rusi-Ukrainë vazhdon, ndërsa në lindje, pushtimi disa dekadësh i Nagorno-Karabakut nga Armenia përfundoi me një zgjidhje në konfliktit mes Azerbejxhanit dhe Armenisë. Lufta civile në Libi gjithashtu tronditi rajonin e Mesdheut dhe pati implikime të drejtpërdrejta sigurie për Turqinë. Që nga 7 tetori 2023, situata në lindjen e mesme është përkeqësuar më tej. Një nga krimet më të rënda në historinë e kohëve të fundit, po kryhet ndaj palestinezëve në Gaza. Në të njëjtën kohë, Izraeli zgjeroi aktivitetet e tij ushtarake në rajon. Me sulmet e përbashkëta të SHBA-s dhe Izraelit ndaj Iranit, më 28 shkurt, përshkallëzimi arriti një nivel të ri me pasoja globale, e dukshme, për shembull, në mbylljen e ngushticës së Hormuzit dhe përkeqësimin e krizës energjetike. Të gjitha këto kriza po ndodhin në mjedisin strategjik të drejtpërdrejt të Turqisë dhe ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë, ekonominë dhe shqetësimet humanitare të vendit. Ankaraja ka luajtur një rol aktiv dhe formësues në këtë mjedis. Në disa raste, Turqia ka ndërhyrë ushtarakisht, për shembull në Siri, Libi dhe në kontekstin e Nagorno-Karabakut. Në situata të tjera, vendi ka vepruar si ndërmjetës, veçanërisht mes Rusisë dhe Ukrainës, qoftë në zgjidhjen e krizës së grurit, lehtësimin e shkëmbimeve të burgosurve apo ndërmjetësimin e negociatave të drejtpërdrejta mes palëve ndërluftuese. Kapacitetet e përforcuara ushtarake dhe diplomatike të Turqisë kanë ndihmuar në frenimin e disa krizave dhe në të tjera në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm. Këto zhvillime e kanë shndruar Turqinë nga një vend që për një kohë të gjatë ishte i përqendruar kryesisht në sfidat e brendshme, në një aktor kyç rajonal dhe një ndërmjetës në rritje në nivel global. Sot, Turqia nuk është më thjesht pjesë e mjedisit të krizave, por një aktor që i formëson ato në mënyrë aktive. Në zonat e krizave të përmendura më sipër, Turqia ka adoptuar një qëndrim që ndryshon ndjeshëm nga ai shumë shteteve të Europës perëndimore. Ndërsa shumë shtetet e Europës perëndimore i harmonizojnë ngushtë politikat e tyre me ato të Izraelit, Ankaraja është përpjekur të orientohet drejt parimeve themelore të drejtës ndërkombëtare dhe traditave të vendosura diplomatike. Është pikërisht ky kombinim i politikës së jashtme të bazuar në parime, fleksibilitet strategjik dhe përvojë diplomatike që ka dhënë Turqisë një pozicion relativisht të fortë dhe të besueshëm. Ankaraja jo vetëm që ka përdorur këtë pozicion për të afirmuar autonominë e saj strategjike, por edhe për të zgjidhur kriza. Turqia mbështetet në 3 shtylla kryesore. Së pari, një qëndrim politik të qëndrueshëm dhe të kuptueshëm. Së dyti, kompetencën diplomatike të zhvilluar historikisht,
dhe së treti, fuqinë e saj në rritje ushtarake dhe kapacitetin parandalues. Shumica e krizave të përmendura më sipër ndikojnë drejt për drejt në Europë. Lufta Rusi-Ukrainë, roli i Izraelit në erozionin e rendit ndërkombëtar dhe normave ligjore, sulmi ndaj Iranit dhe kriza e re energjetike që pason, minojnë drejt për drejt interesat dhe stabilitetin e shteteve europiane. Megjithatë, bilanci i përgjithshëm i Europës është zhgënjyes. As në zgjidhjen e këtyre krizave dhe as në kufizimin efektiv të pasojave të tyre, Europa nuk ka qenë në gjendje të zhvillojë një rol të pavarur. Fakti që pesha politike e Europës në tryezën e negociatave po zvoglohet dhe se aftësia e saj për të vepruar është shumë e kufizuar pa mbështetjen e SBA-s, është tashmë një realitet i pranuar hapur në politikën europiane. Në këtë sfond, lind pyetja për alternativa strategjike. Një vështrim mbi situatën gjeostrategjike të Europës zbulon kufizimet strukturore brenda të cilave kontinenti po gjendet gjithnjë më shumë. I kapur mes Rusisë si sfidë sigurisë dhe Kinës si fuqi ekonomike, Europa vazhdon të humbasë autonominë. Në këto kushte, kërkimi për partner të ri bëhet gjithnjë më urgjent. Turqia shfaqet si një zgjedhje e qartë. Afërsia e saj gjeografike, kapaciteti politik për veprim dhe prania në rajonet kryesore të konfliktit i ofrojnë Europës një mundësi konkrete për të rikthyer hapësirën e humbur të manovrimit. Prandaj, është edhe më habitshme që, pavarësisht këtyre interesave, Europa vazhdon të shmangë bashkëpunimin më të thellë me Turqinë. Në vend që të zhvillojë partneritete të reja strategjike, Turqia po pozicionohet gjithnjë më shumë në të njëjtën vijë me rivalet gjeopolitik të Europës, si Rusia dhe Kina. Deklaratat e fundit të presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ilustrojnë këtë qëndrim. Europa po e pozicionon Turqinë jo përkrah saj, por në opozitë. Edhe pse kjo deklaratë u zbut më vonë, ajo megjithatë zbulon qëndrimin themelor të Europës ndaj Turqisë. Ky qëndrim duket gjithnjë më irracional në dritën e realiteteve gjeopolitike. Në një periudhë pasigurie në rritje dhe ndikimi në rënje, një distancim ideologjik nga Turqia duket vështirë i kuptueshëm. Europa duhet të rishqyrtojë prioritetet e saj strategjike dhe të zgjerojë hapësirën e saj të manovrimit. Bashkëpunimi me Turqinë mbi bazat barabarta nuk është një opsion, por një domosdoshmëri. Koha për këtë riorientim është e kufizuar, ndërsa rendi global vazhdon të ndryshojë, hapësira e manovrimit e Europës ngushtohet gjithnjë më shumë. Maksima e presidentit Erdogan, bota është më e madhe se 5. Gjithnjë më shumë po merr kuptim dhe po shfaqin nevojën emergjente për një riformësim të rendit ekzistues ndërkombëtar, sot i paaft për të ndaluar luftrat dhe pasojat shkatruese ekonomike. Tashmë që legitimiteti i rendit ndërkombëtar po vjet në pikë pyetje, Turqia po shfaqet si një aktor i respektuar që ndikon në formosimin e rendit, i udhëhequr nga një politikë jashtme me në qendër njeriun, e bazuar në ndërgjegjjen globale dhe ndjenjen e drejtësisë. Çështja me të cilën bota po përballet sot nuk është vetëm një ndryshim në balancin e fuqisë. Në fakt, është edhe transformimi i narrativave globale, perceptimeve dhe proceseve të prodhimit të informacionit. Dhe në këtë proces, Turqia po pozicionohet jo si një vëzhgues pasiv, por si një aktor aktiv themelues. Sistemi ndërkombëtar sot po kalon jo vetëm një fazë turbulencash të përkohshme, por edhe një transformim të thellë dhe strukturor. Konfliktet e njëpasnjëshme rajonale, intensifikimi i konkurencës gjeopolitike dhe pamjaftueshmëria e mekanizmave të qeverisjes globale tregojnë qartë se rendi ekzistues nuk është më i qëndrueshëm. Në thelb të këtyre krizave dhe pasigurive, qëndrojnë mangësitë e paradigmës dominuese, institucioneve, mekanizmave dhe normave të sistemit ndërkombëtar të krijuar pas luftës së dytë botërore për të adresuar sfidat e sotme, si dhe kontributi i tyre në thellimin e problemeve dhe pasigurive ekzistuese. Në fakt, ky realitet po artikulohet hapur në platformat ndërkombëtare nga vetë politik bërësit perëndimor dhe inteligjenca, të cilët janë aktorët themelues të rendit aktual. Në këto platforma, vëmendja nuk përqendrohet vetëm te krizat, por edhe të aftësia e sistemit ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore për të prodhuar norma, si dhe te përkushtimi i tij ndaj përfaqësimit të barabartë dhe legjitimitetit. Për më tepër, kriza e legjitimitetit në sistemin ndërkombëtar buron në thelb nga mungesa e përfaqësimit dhe nga erozioni i ndjenjës së drejtësisë. Në këtë kontekst, kritikat ndaj nënpërfaqësimit të perspektivave jo perëndimore dhe ndikimit disproporcional të disa fuqive dominuese mbi institucionet ndërkombëtare po gjejnë gjithnjë më shumë jehon.
pasojat dhe realitetet e reja të konfliktit, të nisur nga goditjet SBA-Izrael ndaj Iranit dhe të pasuara nga kundërpërgjigjet iraniane që synuan vendet e gjirit, në cilën infrastruktura jetike dhe objekte energjetike në rajon janë goditur drejt për drejt, ka shkaktuar një krizë globale shumë dimensionale, duke ndikuar thellësisht në sigurinë ndërkombëtare, sigurinë energjetike, rrugët tregtare, logjistikën globale dhe zinxhirët e furnizimit. Kjo krizë ka vënë gjithashtu në pikpyetje ndërtimin e legitimitetit në nivel ndërkombëtar përmes ndarjeve që ka krijuar në mbar botën. Çështja me të cilën përballemi sot nuk është vetëm një ndryshim në balancën e fuqisë. Në fakt, është edhe transformimi i narrativave globale, perceptimeve dhe proceseve të prodhimit të informacionit. Në fakt, maksima e presidentit Recep Tayyip Erdogan, bota është më e madhe se 5, përmbledh pikërisht të qasje. Kjo nuk është vetëm një kritik, por edhe artikulimi një vizioni alternativ global. Turqia është të shfaqur si një fuqi rajonale, duke shërbyer njëkohësisht si aktor balancues dhe lehtësues në nivel global përmes politikës së saj të jashtme shumë dimensionale dhe diplomacisë aktive në vitet e fundit. Në një periudhë të karakterizuar nga rënja e stabilitetit global dhe shndrimi i rajonit në një unaz zjarri, vizioni politikës së jashtme dhe diplomacia lider më lider e presidentit Erdogan kanë qenë vendimtare. Nisma për dritjen e detit të zi në kontekstin e luftës Rusi-Ukrainë, angazhimet diplomatike të Turqisë në lindjen e mesme dhe përpjekjet ndërmjetësuese në Afrikë janë vetëm disa shembuj konkret të kontributit të saj për paqen dhe stabilitetin. Ajo që mbështet më fort rolin e Turqisë si ndërmjetësues është aftësia e saj për të ndërtuar besim mes palëve. Në një mjedis ndërkombëtar gjithnjë më të polarizuar, një qasje që ruan marrëdhënie të balancuara me aktorë të ndryshëm, duke e njohur ndjeshmëritë e gjithë palëve, është veçanërisht e rëndësishme. Kjo qasje mundson Turqisë të fokusohet jo vetëm në menaxhimin e krizave, por edhe në krijimin e zgjidhjeve afatgjata. Në një kohë kur legitimiteti i rendit ndërkombëtar po vihet në pikpyetje, Turqia po shfaqet si një aktor i respektuar që ndikon në formësimin e rendit, i udhëhequr nga një politike jashtme me në qendër njeriun, e bazuar në ndërgjegjen globale dhe ndjenjen e drejtësisë. E udhëhequr nga kjo përgjegjësi, drejtoria e komunikimit e presidencës synon duke u frymëzuar nga thirrja e presidentit se një botë më e drejtë është e mundur. Ta bëjë zërin e Turqisë më të qartë, më efektiv dhe më të saktë gjatë kësaj periudhe transformimi. Në fund, bota po kalon një prag të ri, ndërsa paradigmat e vendosura po shpërbëhen, kërkimi për alternativa po fiton vrull në këtë prag. Në këtë proces, Turqia po pozicionohet jo si një vëzhgues pasiv, por si një aktor aktiv themelues. Turqia nuk e sheh Ballkanin si një sferë ndikimi periferik, por si një hapësirë përbashkët historie dhe gjeografie, vlerëson ish-ministri turk për çështjet e BE-s Omer Çelik. Ai ka shtuar se angazhimi turk mbështetet në 3 parime: dialog mbi imponimin, partneritet mbi tutelën dhe parandalim mbi menaxhimin e krizave. Politika e saj shumë drejtimëshe, angazhimi simuluar me SBA në Bashkimin Evropian, Rusinë dhe Kinën, është një domosdoshmëri strategjike e diktuar nga gjeografia. Ballkani sot është një kryqëzim kritik i sigurisë, energjisë dhe migrimit. Bota ka ndryshuar dhe bashkë me të edhe rregullat e politikës ndërkombëtare. Në sistemin e sotëm, të kesh të drejtë nuk mjafton. Pa pushtet dhe vendosmëri strategjike, dështojnë edhe pretendimet më legjitime. Rendi global i bazuar në rregulla po testohet nga Ukraina në lindjen e mesme, duke bërë të qartë një realitet. Rregullat kanë rëndësi vetëm kur mbështeten nga fuqia. Sovraniteti në shekullin 21 është tashmë teknologjik, ekonomik dhe ushtarak. Kjo kontradikt është veçanërisht e dukshme në Ballkan. Për vite me radhë, Bashkimi Evropian ka investuar burime të mëdha në rajon, duke ofruar mbështetje financiare dhe perspektive në antarësimit. Megjithatë, progresi mbetet i kufizuar. Problemi nuk është mungesa e parave, por mungesa e vullnetit politik. Lodhja nga zgjerimi dhe përçarjet e brendshme të Bashkimit Evropian e kanë dobësuar ndikimin e saj transformues. Ndërkohë vijet e ndarjes mbeten aktive. Bosnia-Hercegovina përballet me brishtësi institucionale. Tensionet Kosovë-Serbi mbeten të pazgjidhura dhe retorika nacionaliste po fiton terren. Rreziku më i madh nuk është lufta e hapur, por grumbullimi i krizave që nëse tolerohen sot, do të shpërthejnë nesër në kushte më të vështira. Sot Ballkani po formësohet nga një ndryshim strategjik. SBA-t janë bërë më selektive në angazhim, ndërsa BE-ja shpesh duket e ngadaltë dhe reaktive. Ky kombinim krijon një boshllëk gjeopolitik. Kur aktorët tradicional hezitojnë,
të tjerët ndërhyjnë dhe jo çdo përfshirje kontribon në stabilitet. Këtu bëhet i domosdoshëm roli i Turqisë. Ajo nuk e sheh Ballkanin si një sferë ndikimi periferik, por si një hapësirë të përbashkët historie dhe gjeografie. Stabiliteti rajonal për Ankaran është interes kombëtar. Angazhimi turk mbështetet në 3 parime: dialog mbi imponimin, partneritet mbi tutelën dhe parandalim mbi menaxhimin e krizave. Përmes diplomacisë aktive dhe investimeve, Turqia mban kanale të hapura me gjithë palët, duke pozicionuar si një aktor stabilizues. Rendi i ri global nuk lejon pasivitet. Turqia ka kuptuar se nëse nuk je në tryez, mund të jesh në meny. Ajo nuk e përcakton më rolin e saj përmes ftesave të tjerëve, por përmes aftësisë për të formësuar agjendat. Politika dhe saj shumë drejtimëshe, angazhimi i simuluar me SBA-n, BE-n, Rusinë dhe Kinën, është një domosdoshmëri strategjike diktuar nga gjeografia. Ballkani sot është një kryqëzim kritik i sigurisë, energjisë dhe migrimit. Asnjë rend rajonal i qëndrueshëm nuk mund të ndërtohet pa Turqinë. Ajo nuk është më një vëzhguese në një qoshe të skenës, por një lojtar qendror. Çdo strategji që synon të anashkalojë Turqinë do të minojë efektivitetin e vet, sepse në gjeopolitik vakumi nuk është opsion. Kur rreziqet janë të larta, stabiliteti varet nga aktorët që kanë vullnetin dhe kapacitetin për ta ofruar atë. Ishte kjo të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.